Ndërtimi i sheshit Liria është një nga projektet jo pak të kushtueshme dhe debatuese në Durrës, por shpesh bie pre e shkatërimeve dhe nuk është i vetmi. Disa herë me kamerën tonë kemi transmetuar pamje se si pllakat, pajisjet dhe sinjalistika përfundojnë në tokë, dhe për këtë duket se nuk shqetësohet askush. Shtyllat dhe pllakat janë dëmtuar së fundmi në këtë shesh dhe pamjet tregojnë këtë. Por, kjo është një dukuri shqetësuese edhe për të tjera rrugë në Durrës, ku imazhet tregojnë të njëjtën dukuri. Asnjë mas nuk merret për këto dëmtime, pasi rasti bëhet publik, mjaftohet vetëm me zvendësimin e tyre. Sa kohë do të vazhdojë kjo që institucionet përgjegjëse të mbajnë përgjegjësitë që u takojnë për të ruajtur hapësirat publike që i përkasin të gjithëve, të mbajnë përgjegjësi për të ruajtur investimet që kryhen me lekët e taksa paguesve të qytetit të Durrësit?